Nova Electronic, një nga rrjetet më të njohura të elektronikës në vend, ka hapur sot zyrtarisht dyqanin e saj më të ri në qytetin e Shkodrës. Hapja shënon një tjetër hap të rëndësishëm në zgjerimin e kompanisë dhe afrimin e produkteve teknologjike pranë konsumatorëve në veri të vendit. Sot shënojmë hapjen e re të Nova Electronics në Shkodër. Me hapjen e dyqanit tonë ofrojmë produkte nga elektroshtëpiake të mëdha, po ashtu edhe të vogla, kondicioner, televizor dhe teknologji e avancuar. Kemi deri në 60% ulje të produkteve tona, deri me datën 31 dhjetor. Jena mundu që me sjell produktet nga markat më prestigjioze ndërkombëtare, ju ftojmë që të shohim nga afër dyqanit të rruga Justin Godard te Plepi. Hapja e Nova Electronic në Shkodër është pritur me interes nga qytetarët, të cilët kanë pasur mundësi të njihen nga afër me ofertat dhe shërbimet që kompania sjell për herë të parë në këtë qytet. Përfaqësues të kompanisë theksojnë se Shkodra është një treg i rëndësishëm dhe me potencial të madh zhvillimi. Nova Electronics shënon sot me 23 dhjetor një tjetër hap të rëndësishëm në zgjerimin e saj, me hapjen e dyqanit 21 në qytetin e bukur të Shkodrës. Dyqani i ri vjen më pranë konsumatorëve me një gamë të gjerë produktesh, si frigorifer, elektroshtëpiake të mëdha, elektroshtëpiake të vogla, kondicioner, produkte kujdesit personal, deri tek televizor dhe teknologji e avancuar. Ju ftojmë të vinit na vizitoni pranë Justin Godard me oferta të shumta deri me datë 31 dhjetor. Dyqani i ri ofron një gamë të gjerë pajisjesh elektronike, nga teknologjia e vogël shtëpiake deri te pajisjet më të avancuara, duke garantuar cilësi, çmime konkurruese dhe shërbim profesional.